Përshëndetje miqtë e mi. Disa njerëz e shohin jetën si një gotë të mbushur deri në gjysmë që pret të mbushet. Për personazhin e historisë son, gota nuk kishte qenë asnjëherë e tillë. Në fakt ishte gjithnjë e mbushur, e derdhej në mënyrë që ai të mund t'u jepte edhe të tjerëve. Kjo ndodhi sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Më lini të futem. Jo, zoj, nuk mund të hyni këtu. Ashtu? E dini ju që aty është im shoqi dhe im bir? Mirë, lëreni të futet. Bill! O, Perëndi, dashur shpëtoje. Mos lejo të vdes, të lutem. I kam vendosur një fash për të ndaluar gjakderdhjen. Po im bir. Ai është atje. Mendoj se ka thyer këmbën, janë të dy pandjenja. Filo, zemër. Sot, faleminderit që e ke shpëtuar. Po përmendet. Bëu i fort, bir. Ambulanca është duke ardhur. Duhet të shkoj me tim shoq. Po ndihni të lirë nga prangat radiodramatizmin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 331. Programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Perëndi, mos lejo që të vdes. Të lutem shpëtoje. Ju lutem, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ti paraqitni trupat tuaj si flit të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm te Perëndia. Sot, mos lejo që të vdes. Të lutem. Flit të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm te Perëndia, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur i vullneti Perëndis. Shpëtoje sot. Personazhi i historisë son të sotme u përball me vdekjen më shumë se një herë. Hera e parë ishte në moshën 16 vjeçare. Ai nuk ishte gati për të vdekur në atë kohë, por ishte gati të shkonte kur një makinë përplasi, ndërkohë që po ngiste motocikletën. Kjo është historia e ngjarjeve që e çuan deri në ato momente. Është përfundimi i dëshmisë së vërtetë të Billy Shade, marrë nga doset klasike të lirë nga prangat. Në vitin 1964, unë së bashku me Rubin, vajzën dhe dy djemt, ishim shpërngulur në York të Pensilvanisë, duke u larguar nga Kentucky ku I kishim shërbyer Perëndis për 8 vjet me nxënësit e shkollës së mesme. Një mëngjes, unë shkova në një takim me disa pastorë ku një oficer policie mbajti një fjali. Sa për ju e dinë se vitin e shkuar 2300 të rinj kishin probleme me ligjin? Lejomeni t'ju përsëris. 2300 të rinj. Miqtë e mi, ky është një numër I madh. Ata kanë nevojë për Perëndin. Amen. Ne përpiqemi t'ju flasim për Perëndin. Unë veti kam folur një djaloshi që ishte arrestuar për vjedhje. I thash që Krishti ishte përgjigjja e problemeve të tij, por ai e refuzoi të vërtetën. Një javë më vonë, vdiq në një aksident me motor. Ju inkurajoj të flisni me të rinj në qytetet tuaja. Ndani ungjillin, sepse është burimi vetëm që mund të ndryshojë jetët e tyre. Pas mëngjesit doja të bisedoja me të. Edhe ai më ftoi të udhëtonim së bashku me makinën e patrullimit, atë të premte mbrëmë. Ne u nisëm rreth orës 7 në mbrëmje. Shumë nga zëngat ndodhin në këtë lagje. Dikur këtu ka qenë një qendër shpëtimi që I ndihmonte të rinj të qetësoheshin. Njerëzit shkonin atje dhe merrnin ndihmë. Dëgjonin për Perëndin. A ka shumë të papunë midis të rinjve? Po, edhe qarkullimi I drogës është bëri pa kontrollueshëm gjithashtu. Do të më pëlqente të vija këtu për të shpërndar fletushka ungjillizimi. Por ata mund të refuzojnë për shkak të prejardhjes tënde, Billy. Sidoqoftë, mendoj se Perëndia dëshiron të flas me ta, veçanërisht me të rinjt. Ata kanë nevojë për një vend ku të shkojnë dhe të disiplinohen. Sot në Kish shkojnë shumë pak të rinj. Do të lutem për këtë. Me Perëndin asgjë nuk është e pamundur. Zemër, u bëra merak për ty. Është ora 4 e mëngjesit. Rupi, ç'kam parë dje. Të rinjt e këtij qyteti jetojnë mes alkoolit, drogës edhe krimit. Oficeri më tregoi disa nga dosjet dhe fotografitë e të rinjve që janë vrarë në rrugë.
Është të mërshme. Këtu është shumë ndryshe nga juglindja e Kentakit. Duhet t'i ndihmojmë, Ruby. Ata ka nevojë ta dëgjojnë ungjillin. Mendoj se e ke kuptuar thirrjen tënde, Bill. Ashtu është. Do të filloj të dalë në sheshin Fry's. Vitin e shkuar, atje ndodhen disa sulme raciste. E di, është e vështirë, por Perëndia do t'jetë me mua. Fillova të ndaja fletushka ungjillizimin në ato lagje që ishin mjaft të zymta. U përpoqja të bisedoja me disa të rinj, po ishte e qartë që unë nuk e flisja gjuhën e tyre. Një mëngjes, një burrë erdhi për vizitë në kishën tonë. Ai kishte një shërbes si e jona në Filadelfia, ndaj e ftuan për të ngrënë me ne. Ne kemi një qendër në Filadelfia dhe do të hapim një tjetër në Washington DC. Të rinjtë në qytet kanë nevojë për një vend të dobishëm ku të shkojnë, që të jetë zgjidhje për lagjen edhe grupet e kriminalëve. Këtë po përpiqem të bëj këtu drari. Në New York kemi shumë sulme raciste. E çfarë ke bërë deri tani? Kam shkuar në zonat më të rrezikshme dhe kam shpërndar fletushka ungjillizimi. Ftoj të vinë në kamp në Poconos. Edhe unë do të marr disa të rinj me vete. Do të ishte shumë mirë. Dgjoj, si thua sikur të vish me mua këtë pasdite për të takuar disa prej tyre? E pse jo, do të vi. Këtu janë disa nga të rinjtë që njoh. Ej, djema, ne do të hapim një kamp në Pocono. Dëshironi të vini me ne? Do të kënaqeni. Do të ketë pishin brenda dhe jashtë ndërtesës. Do të ketë kuaj për të kalëruar, slita për të rëshqitur, me ose pa dëbor. Do të ketë dhe patinazh në akull. Nëse doni të vini, do të paguani vetëm $3 për të regjistruar. Thjesht kontaktoni pastorin këtu për t'i thënë nëse doni të vini. Shumë prej tyre ishin të interesuar të vinin. Por një mëngjes në kisha ju tha të gjithëve se çmimi ishte $6. Unë u shqetësova, ndërkohë që u larguam prej tyre. E pesa e lehtë ishte? E pash, drari e pash, po unë nuk kam autobus për t'i sjellë në kamp të rinj. Çfarë të bëj? Po ashtu këtë mëngjes ti the që çmimi është $6, jo 3. E po, mendova se ti mund ta zgjidhësh vetë këtë problem. Të thash pra që nuk kam autobus. Kam vetëm një makinë të prishur. Dgjoj, ti më kërkove ndihmë, edhe unë të ndihmova. Shkova në shtëpi dhe dola përpara Perëndisë në lutje. Zot, ky njeri më ka vendosur në një pozitë të vështirë. Ata fëmijë do të humbasin besimin tek unë. Ai u tha atyre se do të bëj diçka që nuk mundem ta bëj. Ndërkohë që i qëndroja në lutje dhe dëshpërim, Perëndia më solli në mendje një burrë që kishte punuar me të rinjtë dhe tani kishte një kish. Unë telefonova dhe ai më dha hua autobusin që më nevojitej. Duke qenë se nuk dija ta ngjisja autobusin, ai më gjeti edhe shoferin edhe nuk më mori para. Rash sërish në gjunjë para Perëndisë. O Perëndi, më fal që kam dyshuar tek ti. Të falenderoj për autobusin edhe shoferin që sigurove. Zot, je i mahnitshëm. Ti e dije që ne mund ta bënim këtë. Na ndihmo me planet që kemi përgatitur për të rinjt, që të kuptojnë dashurinë që ti tregove për ta, edhe vendos në ta një dëshirë për të qenë bitë tu. Çdo gjë gati për fundjavën e madhe? Kemi gjetur edhe një autobus të dytë i cili do të mbushet plot gjithashtu. Shpresoj të kesh gjetur këshilltar të Zot. Është mahnitse të dish se sa shumë të rinj nga kisha kanë dalë vullnetar për të ardhur. Perëndia ka punuar në zemrat e tyre. Kështu do të kemi nga një këshilltar për 3 të rinj. Po financat? Këtu qëndron vështirësia. I detyrohem drarit $15 për çdo person që po marri me vete, edhe unë nuk e kam kaq shumë para. Ki besim tek Perëndia, zemër. Gjatë rrugës ndalova në një pikë karburanti. Aty pranë ishte një biznesmen i përkushtuar në besim. I tregova se çfarë po bënim. Është shërbes mjaft e mirë. Ju nevojitet gjë? Me që më pyete. Kam nevojë për $400 për të paguar udhëtimin e këtyre të rinjve. E po kjo është përgjigja e lutjes time. I kam kërkuar Perëndisë të më drejtonte se kujt ja jepja një shumë të caktuar parash që kisha vënë më një anë. Dhe tani e di. Eja në zyrën time dhe do të firmos çekun. Kur u ktheva në autobus, disa të rritur kishin ndryshuar mendje për të ardhur edhe donin $3 të tyre. E dija që kjo gjë mund të shkaktonte një rrëmuj, prandaj mbajta qendrim dhe gjërat u qetësuan. Kështu të gjithë u futën në autobus. Kur më rritëm në kamp, drari kishte sjellë 300 djem nga Filadelfia dhe Washington DC-a. Mes tyre ishte edhe një reporter. Dukesh i lodhur, megjithëse është vetëm dita e dytë. E vërtet.
Kam qenë zgjuar gjithë natën duke ruajtur të rinjtë, ata nuk flen asnjëherë. Sa të rinj kanë ardhur këtu, parafërsisht? 4-500 të rinj. Po ti e di pse kam ardhur unë? Për të shkruar ndonjë artikull? Jo. Kam ardhur të llogaris numrin e personave që do të humbasin jetën nga gjakrat që do të derdhen. Do të jetë pamundur që ju djem ata arrini të bëni atë që keni planifikuar. Me gjithë këta të rinj që vijnë nga grupe të ndryshme kriminalesh. Grupe që janë në luftë me njëri tjetrin. Shumë shpejt ka për të filluar një sulm racist mjaft i madh. Ai kishte të drejtë. Natën e parë provuam të argëtonim me një aktor komik, por ata nuk qeshën. Kur provuam me një grup muzikor, ata qeshën dhe u tallën. Ditën e dytë sulmi shpërtheu gjatë një loje. Ata u ndanë në grupe dhe filluan të godithin njëri tjetrin me gur të mëdhenj sa një qitro. Të bërtiturat nuk na ndihmuan as pak, kështu që qëndrova atje si i ngrirë edhe shikoja ngjarjen. Në fund sulmi përfundoi pa dëmtime të rënda. Billy, sonte do të flasësh ti. O, nuk mundem. E kam fytyn të pezmatuar. Kam qëndruar gjithë natën zgjuar duke mbikëqyrur djemt. Më vjen keq, por sipas programit duhet të flasësh ti. Gjeta një dhomë boshe, mbylla derën edhe rash në gjunjë para Perëndis. Zot, çfarë të bëj? Ata fëmijë nuk ja vëm vesh një aktor i komik, as grupit muzikor. Sa mundësi kam unë për të folur në mënyrë që ata të më dëgjojnë. Perëndia më vendosi në zemër një varg nga ungjilli i Gjonit. Atë natë dola para mikrofonit edhe pash grupin e madh të rinjve që ishte ulur në mënyrë të çrregullt, edhe që sillej pa pasur respekt për ndonjë. Më thye zemra, nuk e prisja atë që ndodhi më pas. Fillova të qaja dhe nuk i mbajta dot lotët, megjithse ndihesha si i marr edhe në siklet. Në fund kur e mora veten, ata nuk lëvizën edhe nuk pipëtin. Kështu hapa Biblën. Jezusi tha: "Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri, edhe kush beson në mua nuk do të ketë më kurrë etje." Ju jeni të uritur në zemër për diçka që nuk e keni. Edhe jeni përpjekur ta shuani urinë me çdo gjë që ju ka shkuar në mendje. Gjithashtu keni një etje të madhe që asgjë nuk mund ta shuaj. Alkoolin nuk mund të ta shuaj etjen, as droga urinë. Pushtetje dhe privilegjet ju lënë në zbrazti për brenda, pavarësisht se përpiqeni të qëndroni mbi gjithçka që ju rrethon. Ju jeni përpjekur ta mbushni jetën tuaj me seks edhe me çdo lloj trillimi. Asgjë nuk ka funksionuar. Boshllëku në zemër është ende aty. Jeni ndier më konfuz. Atë boshllëk që keni mund ta mbush vetëm Jezu Krishti, i cili erdhi që t'ju jepte jetë të përjetshme. Ai tha: "Askush nuk mund të vijë tek unë, po qëse Ati që më ka dërguar nuk e tërheq, edhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit." Ne nuk do të këndojmë në një këngë. Nuk do të përulim kokat për të lutur. Nëse jeni këtu sonte dhe Perëndia i ka folur zemrës suaj, e jani këtu përpara. Nëse jeni gati për të penduar, për të ardhur te Krishti dhe për ta lejuar atë të mbush boshllëkun e jetës tuaj, atëherë ju ftoj të ngriheni nga karrigja edhe të vini këtu përpara, tani. Asgjë nuk ndodhi fillimisht edhe në radhën e parë të grupeve. Pash që djemtë ishin të nervozuar. Më pas, krejt pa pritur një nga drejtuesit e njërit grupu ngrit duke qarë. Ata djemë nuk qajnë asnjëherë, por ai doli përpara duke qarë dhe ra në gjunjë. Atë natë u shpëtuan 43 adoleshent, që nga e kohë Perëndia e përdori shërbesën tonë në mënyrë madhështore. Ruby, nuk e për ta besuar se çfarë ndodhi sot. Pa, më thuaj. Ne kemi një qendër për të rinj. Një ndërtesë të vjetër në rrugën Franklin, pikërisht në një nga lagjet. Është e pajisur në mënyrë të përkryer. Ka kuzhinë të dyja katet dhe 4-5 dhoma gjumi. Kështu mund të strahojmë të rinj. Ka edhe një sallë të madhe ku mund të bëjmë shërbesën. Po ku do t'i gjejmë parat për ta bler? Ne tashmë e kemi bler. Çfarë do të thuash me ne? Miku ynë Richardi kaloi aty pranë dhe më pa tek po qëndroja në verandë pa lëvizur. I tregova vendin dhe i shpjegova se çfarë kemi ndërmend të bëjmë, edhe ai u ofrua të paguante kredin. Nuk e kisha iden se çfarë donte të thoshte, sepse nuk kisha marrë kurrë më parë kredi. Asun nuk e kuptoj se çfarë ka dashur të thotë. Shkuam tek një punonjës banke, edhe ai na e shpjegoi. Do të thotë se lekët do t'i merrja unë, por garant do të dilte Richardi. Nëse unë nuk përmbush në një nga kushtet e kredis, ai e ka punën keq. Megjithatë, qendra është e jona. Brenda 5 viteve, Perëndia na ndihmoi të blinim 4 qendra për të rinjt. Njërën prej tyre e kthyem në një studio për transmetimet radiofonike. Sidoqoftë, sulmet e vitit 1969 ishin të forta. Ne përdornim një motocikletë për t'i çuar punonjësit nga njëra qendër tek tjetra. Motocikleta kishte qenë te mekaniku edhe kishim marrë ditën e përvjetorit të martesës son.
Djemtë e mi më merrin me të mira që t'ju bëja nga një xhiro, kështu të parin mora Stivin. Pasi udhëtuam disa kilometra, u kthyem në shtëpi. Përse nuk futeni brenda për të ngrënë pak kek? E po, Fili dëshiron të bëjë një xhiro. Por është errësuar jashtë. Nuk do të vonohemi. Do të bëjmë vetëm një xhiro të shkurtër në lagje. Bëni kujdes, a? Një makinë po na afroi nga pas, por ne u larguam. Ajo na humbi nga sytë dhe ndaluam tek një kryqëzim pranë shtëpisë. Duke pritur të ktheheshim majtas, tek pasqyra e motocikletës, pash që nga pas po vinte një makinë me një shpejtësi marrëmendse. Dëshmitarët thanë se i mbirë përfundoi 7 metra e gjysmë në njërë anë të rrugës, edhe unë përfundova po aq larg në anën tjetër. Pjesa e përparme e makinës më plagosi këmbën. U përmenda në spital. Këmba ime! Dhe më kaj shumë! Çfarë më ka ndodhur? Qetëso, zemër. A do të shërojmë? Jo, shpirt. Doktori tha se do ta presin këmbën. Po Fili, si është? Ai është mirë. Ka vetëm një këmbë të thyer. Ka pasur në mendje një varg. Ky është i miri, i pëlqyeri, edhe i përsosur i vullneti Perëndis. Atëherë do të mësohemi edhe me këtë zemër. Sido që të fenë gjërat. Do ta vazhdojmë jetën. Ke shumë dhimbje? Sikur të jem duke vdekur. Do të qetësohesh pas pak. Të kemi bërë një qetësues. Doktor, a mund të bëhet në një gjë për të mos e prerë këmbën? Më vjen keq, por ja. Po gjurin, a mund të ma shpëtoni? As atë. Unë do t'jetoj me atë që ju do të më bëni. Ju lutem, përpiquni të ma shpëtoni gjurin. Tani do të injektojmë disa qetësues të tjerë. A e shpëtoi doktori gjurin tim? Po, zotri. Faleminderit Zotit. Sa është ora? 4 e mëngjesit, po përpiquni të flini. Ditën e aksidentit në kryqëzim kishte qenë një infermiere të cilën Zoti e përdori për të më shpëtuar jetën. Javën e parë doli vullnetare për të punuar për mua turni 3. Ajo ishte një ëngjëll mëshire për mua. Kështu kaluan 4 ditë. Gjurin e ke shumë mirë, Billy. Ju falenderoj që nuk e pret. U preka kur më the të përpiqesha të mos e prisja, sepse kisha planifikuar të kundërtën. Kështu u përgatita nga e para për atë që do të bëja. Nuk e mendoja se do të shëroj, ndaj nuk e mbylla fare plagën. Thjesht vendosa një tub kullues me idenë se do të më duhet të operoja sërish për të ta prerë gjurin. Sidoqoftë, ti po shërohesh, kështu që sot do të ta heq tubin. Nuk të zëgjumi? Fare. Nuk ndaloj dot së menduari për atë që ndodhi. Perëndia ishte me ty. Ti je krishter? Po, natën e aksidentit kisha dalë shëtitje, gjë që nuk e kam bërë më parë. Shiko, ishte dora e Zotit. Ai të solli dikë që të shpëtonte jetën. Unë vrapova më një herë tek ty dhe të vendosa një fash në këmbë, megjithse kisha humbur shumë gjak. Po i mbirë si është. Ai ka vetëm një kërci të thyer dhe një kyç të dërmuar. Të paktën është gjallë. E vërtet. Mendoj se e gjitha kjo ka qenë një luftë shpirtërore. Beteja jo nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sonduesve të botës e errësirës të kësaj epoke, kundër frymrave të mbrapshta në vendet qiellore. Doktori ka bërë një punë mjaft të mirë me këmbën tënde. Perëndia e përgatiti edhe atë për ty. Tani e kam në parajs njërën këmbë. Asnjëherë nuk e njoha personin që më goditi me makinë. Nuk ja pash ndonjëherë fytyrën. Për çdo gjë u kujdes avokati. Avokati tha se shoferi i makinës nuk është plotësisht i siguruar. Mjafton të mbuloj shpenzimet e faturave të doktorit edhe spitalit. Ai tha se shoferi është nga Karajibet edhe ka pasur probleme mendore.
Kjo shpjegon sjelljen e tij të çuditshme atë natë tek na afroi. A ke pyetur ndonjëherë Perëndin pse e lejoi këtë gjë të ndodhte? Jo, nuk e kam pyetur. Por e di që e ka një arsye të mirë. Billy, mbase ka qenë dora e të ligut, gjatë gjithë kohës ti ke qenë në një luftë shpirtërore. E humba betejën, por e di që Perëndia fiton luftën. Edhe unë jam gati të ngrihem për të luftuar. Ka kaluar vetëm një muaj nga aksidenti, Bill. Ti ke mbajtur më shumë se ç'duhet, Ruby. Ke bërë një punë mahnitse me shërbesën e radios. Humbja e këmbës nuk më ndaloi. Në vitin 1975 unë ngrita një kamp të krishterë në verilindje të Pensilvanisë. Gjithashtu hapa një qendër për nënat beqare. Në të njëjtin vit punova me një besimtar tjetër për të themeluar një institut botror biblik, bazuar mbi mësimet biblike që kisha shkruar gjatë viteve. Ne vazhdonim të punonim me programin e përditshëm radiofonik. Edhe në vitin 1979 fillova të drejtoja një program 30 minutësh në televizor, që transmetohej një herë në javë. Më pas filluan vitet e provave dhe të errësirës, ndërkohë që shërbesat tona nisën të dobësoheshin një nga një. Duhet të hiqnim dorë nga disa prej tyre. Billy, më fal një minutë. Nuk më pëlqen të ndërpres gjatë studimit, por S'ka gjë, Ruby. Thjesht po lexoja nga psalmet edhe Zoti më drejtoi tek psalmi 71. Dëgjoj pak vargjet 17 dhe 18. O Perëndi, ti më ke mësuar që në fëmijëri. Edhe deri më sot un kam shpallur mrekullitë e tua. Edhe tani që jam plakur edhe jam thinjur, o Perëndi, mos më braktis. Derisa ti kem treguar këtij brezi fuqinë tënde, edhe mrekullitë e tua gjithë atyre që do të vinë. po ti nuk je ende plak edhe i thinjur. Po kështu ndihem ndonjëherë. Ka ndryshuar shumë gjëra. Duhet të shisnim qendrën në rrugën Franklin për të shlyer borxhin që kishim për punën në televizion. Po shërbesa jon nuk funksionoi në atë fushë. Më pas nga 3 librari që kishim, përfunduam me 1. Dhe tani e kemi më të lehtë për ta drejtuar. Nuk kam mbaruar ende. Më pas na u desh të shpërnguleshim këtu sepse kampi ishte një investim tej masë i madh. Kampi është një vend i mirë për të jetuar, Bill. Por që nga koha e shpërnguljes ne nuk kemi mundur më të punojmë me shtëpinë botuese. Kështu nuk mund t'i printojmë mësimet biblike dhe ato janë shtylla e shërbesës tonë. E di që nuk ka qenë lehtë. E sa më vështirë ka qenë të mos shërbenim më në radio. Kishim punuar me të për 23 vjet. Të është dashur të merrje vendime të rëndësishme. Duhet të rrija duar kryq edhe të shihja ndërkohë që shërbesat tona veniteshin njëra pas tjetrës si një ëndër e keqe. Pasi tani duhet që të përqendrohesh tek mësimet biblike. Mendoj se ke të drejtë. Ti e di që Perëndia e ka një qëllim për të gjitha këto gjëra. Ja pse Psalmi 71 i foli zemrës time. E di që Perëndia dëshiron që ti tregoj mbar botës veprat edhe fuqinë e tij marrëmendse. Ai nuk ka mbaruar ende punë me mua. Në vitin 1995, pas 30 vjetësh shërbim, ne u tërhoqëm nga organizata ungjillizuese që kishim themeluar për të punuar në radio edhe me mësimet biblike. Më pas u bëm pjesë e shërbesës së mësimit të Biblës edhe nëpërmjet saj shkuam në Indi për të dhënë mësim në një shkollë biblike. Ky mishi me erza që nga shumë i mirë. Në dhe mishim. Si shkoi mësimi sot? Për mrekulli. Ndërkohë që mësoj nxënësit, mësoj edhe vetë. Besimtarët këtu e kanë shumë për zemër Perëndinë. Mbase ndodh kështu për shkak se në kulturën tonë ekzistojnë shumë besime të rreme. E vërteta, po i rifreskon shpirtrat e tyre. Le të kthehemi për të dhënë mësim edhe një semestër tjetër. E mban mend që para se të martoheshim, të thash që më dukej sikur kisha marrë thirrjen për të shërbyer në Indi. Perëndia kishte shumë plane të tjera gjatë gjithë këtyre viteve. Pasi u rikthyem nga India, ne kaluam disa muaj duke kërkuar vullnetin e Perëndisë. Në vitin 1996 u bëm pjesë e një shërbese që ishte një burim drite, duke ofruar studime biblike nëpërmjet internetit. Ata më kërkuan mësimet biblike të institutit që unë kisha shkruar, dhe kalova 4 vjet duke transferuar materiale nëpërmjet kompjuterit. Udhëtuam edhe disa herë të tjera në Indi. Në dhjetor të vitit 2004, u rikthyem në shtëpinë e vogël që i mat na kishte lënë në Florida. Alo? Billy, jam Roberti, një nga anëtarët e bordit. Më vjen mirë që je kthyer nga India. Edhe ne jemi të gëzuar. Mirë po shkojnë gjërat atje? Uragani ka shkatruar pemët që kishim bjell. Kemi gjithë ditën që pastrojmë. Ashtu, po shtëpia është dëmtuar?
Nga brenda nuk ka asnjë dëmtim. Disa drasa në çati duhen zëvendësuar me të reja, por kaq. Të telefonova sepse sot bordi u mblodh dhe për një periudhë kohe kemi zgjedhur një drejtues të ri. Sa mirë, kë keni zgjedhur, apo nuk mund të ma thuash? Sigurisht që mundem. Të kemi zgjedhur ty. Mua? U takuam sot në mëngjes dhe kishim 5 kandidat për drejtues. Nuk binim dot dakord. Kështu u lutëm dhe dikush na sugjeroi të shtonim edhe emrin tënd në listë. Në ato momente, ram të gjithë në një mendje dhe vendosëm që ti je i duri. Jam pa fjalë, por duhet të lutem për këtë. A mund të më kthesh përgjigje brenda 2 orëve? Pranova. Edhe një vit më vonë më emëruan drejtor të kësaj shërbese që ndriçon dritën e të vërtetës së Perëndisë tek kombet. Burimi i kësaj drite është Jezusi. Qëllimi ynë është të bëjmë dishepull, të mbjellim kisha dhe të arrijmë njerëz të moshave të ndryshme për Krishtin. Ne kemi Biblia në 100 gjuhë të ndryshme edhe shpërndajmë miliona mësime biblike në Kinë, Afrikë, Indi dhe Amerikën Jugore. Jezusi tha: "Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëshim drejtësia e Perëndisë në të. Ndëgjues të dashur, a jeni lodhur duke u endur në errësirë? Ju mund merrni dritën e botës që do t'u udhëheq. Ju ftoj të luteni së bashku me ne tani. Perëndi i dashur, unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Besoj se ai u ringjall dhe jeton në përjetësi. Më shpëto Zot, e ja në zemrën dhe në jetën time dhe më ndrysho. Faleminderit Zot Jezus për shpëtimin tënd. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Nëse jeni lutur së bashku me mua, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, kutija postare 2914 Tiranë, ose më dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 331. Kjo ishte pjesa e dytë e historisë së vërtetë të Billy Shade. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.